Ti shpërndon parë mjete financiare pa legitimitet të kryeministrisë në kuptimin se si votu si kryeministër dhe je si deputet dhe shpërndon parë 26 milionë euro që i shpërdojti për studenta, kjo ka emrusin e përbashkët e korrupsione dhe blerjen e votës. Jem skeptik që do të kemi zgjidhje përfundimtare, për arsye se rezultatet do të jenë përafërta. Dikush plus minus partitë opozitare plus minus 2%, plus minus, ndërsa partia besoj, që partia e Lëvizjave të Vendosje do të ketë një ramje, po jo në mënyrë drastike, larg asaj, mirë po këtë pyetje do të ja bëhet realisht partive opozitare. Se çish ka mundësi kë me pas 100% të vota. Kjo është papërgjegjësi totale dhe mungesë të reformave të cilat i kanë partitë opozitare, sepse partitë opozitare menaxhojnë komunat e disa komunat të Kosovës. Rashi 24 orë edhe gjitha komunat e Kosovës u mbetën nga ujërat e zeza. Kështu që ose rasti konkret e ke, për shembull komunën e Prishtinës, të cilën asnjëherë nga Partia Lidhja Demokratike e Kosovës nuk kam dëgjuar ndonjë që ka ngrit një çështje për problematikat e komunës së Prishtinës. Sot ki problem me planin urban, domethënë protestat të cilat dolën punëtorët, diku mbi 1 milioner kish obligim komuna e Prishtinës ndaj operatorëve ekonomik furnizim të naftës dhe domethënë e ki në 200 metra kanë shtruar se kubza i ka kushtuar 1.5 milionë euro dhe e ki biciklet të cilat në çmimin e tregut kushtojnë 70 euro, komunës Prishtinës i kanë kushtuar mbi 2.000 euro. Dhe ku është domethënë që parti opozitare të cilët e sulmon Lëvizjeve të Vendosje, anonën tjetër nuk bën reforma brenda komunës së Prishtinës, të cilët në farforme kjo është vjedhje flagrante të cilën një çmim i një produkti 70 euro me të kushtuar mbi 2.000 euro, kjo është edhe pikërisht për një gjë të tillë, këto pyetje duhet më ia bë partive opozitare të cilët pse ato partitë pse Lëvizjave të Vendosje fiton, po ka një për momentin ka një autoritet shumë më të lartë ose një influencë të madhe të votues krahasim me partitë e tjera. Mirë, po a kemi kohë të fundit nga kryeministin detyrë, a mund të thuhet që ka është korrupsion kë, blerjen e votave, po, kjo është pjesë e korrupsionit. Në momentin që ti shpërndon parë mjete financiare pa legitimitet të kryeministrisë në kuptimin se si votu si kryeministër dhe je si deputet dhe shpërndon parë 26 milionë euro që i shpërdojti për studenta, kjo ka emrusin e përbashkët e korrupsione dhe blerjen e votës.